fshati më i madh në komunën e Shtugut. Është një fshat me një traditë lashtë, ka mbi 600 shtëpi banimi, ka dikun rreth 3000 banor, rezidentë që janë këtu. Është një arsye ndoshta që ka qenë etnikisht i poshtë, fshati Vrell bashkë me 4 fshata që i ka për rreth të bashkisë lokale. Kur ka qenë kriza e bukës në kohën 45-s, kur kanë marrë trithnat, kanë la kushat njerëzve, i kanë lënë pa bukë, kanë blu natën në sheft familja jonë për më pështu jetat njerëzve. Mullin kur nuk ka ditë me këty kanë, mrapsht, nëse ka ardhë me kërku një bukë milë, o konë një babaqera me tia, bileran me tina është i shkru më aty, aje nuk ka ditë me këty kanë jetë, këtu kushe kam syje. Këtu është një varrez, që thojnë ata një varrez ortodokse. Bile ata thonë që këtu është edhe ka qenë një kishë, sepse e shifni që janë zbulu themele, po për shkak të mungesë mjete e materiale, e kanë ndërprer punë dhe s'ka nahë më me punu, si janë gjetë edhe gjylponatorit. Është gjetë edhe një gurë që janë vizatuar 2 persona, edhe me kalavesh rusht edhe me gjapën, që ta historiantë e thojnë që gjapën e kalaveshit rushit janë shenjat të lirëve. Te për rrallë po na bjen mend për ta dhe nuk po i kujtojmë aq sa duhet.